Mund të më japësh një mendim personal si e percepton ti ato godinat e reja në Tiranë? Tirana është një fushë eksperimentimi, është Johana dhe Amandi, si e ndjen ti veten kur i shef ato godina? Pavarësisht eksperimentit, pavarësisht atij zvicerianit, pavarësisht të llojit tjetër. Ti duke shkuar nga kafja në punë, nga puna në shtëpi, një individ i thjesht, para asnjë pozicioni, duke e shijuar ose mos e shijuar atë godinë. Cili është mendimi tejet personal, subjektiv? Nuk mund të marr raste specifike, por është si një adoleshente që akoma se ka gjetur veten. Edhe provon fustanet e mamit edhe të mikeshave të veta. Kryevepër. Më bukur as nuk më kishte shkuar në mendje fare ai lloj paralelizmi. Goxha i goditur. Po se ka gjetur veten. Është në kërkim të identitetit. Është një identitet shumë dinamik, por është në kërkim të gjetjes së balancave. Bu. Cai podcast.